këtë rubrikë të re të What of a Show do ta moderoj unë. Pse unë do thoni ju? Sepse për këtë rubrikë duhet një zë erotik, një zë seksi dhe për këtë arsye unë pyeta Spartak Ngjelën se ku e kishte bërë ryllin e fytit operacion dhe atje vajta dhe unë. Dhe për këtë ryll të ri fyti me këtë zë erotik mendoj që e meritoj të recitoj një poezi. O lim, pse larg po më mban, sa bukur duken të pasmet e dolces kur i lan. Ndjese nga trova poezi, sepse askush në fakt nuk e reciton më bukur poezinë se Alba Pollozhani, sepse ajo e ndjen thellë brenda vetes dhimbjen dhe vuajtjen që ka për Lim Hotin. Po mirë më zihet gruaja për një burr. Më falë se doli zonja jeni brenda vetes time. Në fakt Lim Hoti bëri një gjë të mirë në këtë Big Brother, solli ujin e ngrohtë sepse banorët kishin kohë që nuk ishin larg. Në fakt nuk e di, ai kishin këtë strategji që mos debatonin me njëri tjetrin që t'i rrinin larg banorët, nuk e di, por Limi e mori situatën në dorë dhe tha, unë do ju laj me dorën time. Lau të gjithë banorët, dhe me të gjithë banorët në kuptoj dolçen. E fërkoj e vët e xic derisa Alba e pa dhe tha, si guxon ti të lash dolçen para meje, po pse kam ngelun të lajm nga dora jote, unë lajm vetë Marisa pun rogozhina dhe bëm xiz. Ku e dinte shkreta çaj priste pas dushi, një magji e zezë nga bia, të cilën unë kam bërë një kurs dhe doja demonstroj tani. Kjo është kukulla e famshme voodoo me të cilën ne do bëjmë magjin ditën e sotme, përdoret një zhylpër dhe ne do themi 3 herë, do përshpërisim fjalët të cilat duam që të realizohen. Jonida Vokshi, bëj derman, bëj që ti thot fjalët e sponsorave tamam. Hisha të ligat Jonida Vokshit. Shpresoj që magjia të bëj punë Jonida se asgjë tjetër s'e ka bërë deri më sot. Por në fakt tani do të kalojmë në BBVPA. Po, BBVPA, sepse Big Brother vi përputhen Albania. Në fakt, ky tërkëndçi i dashurisë po na lemeris. Shikon, në çdo vit të Big Brother janë futur njerëz nga përputhen, por këtë herë këto kanë marrë gjithë historinë e dashurisë me vete. Se është futur Antonella, Efi, Mikela, Fadion Kuqari, Ola Zenelaj. Në fakt, e pat çfarë kishte postuar Ola Zenelaj në TikTok, një video të saj ku shkruante nëse ai pastron parat dhe nuk poston selfie. E kupton, ne që pastrojmë vetëm veten sa keq jemi, do të pastrojmë dhe parat. Dhe mos guxoni të postoni më selfie, që këtë jetuti unë do postoj vetëm me kamerën e pasme të telefonit. U pa puna, por dashuria e vërtet në Big Brother, tensioni i vërtet po ndodh mes meshkujve. E pa çfarë i tha Casey Kristit? Ty tha të mungon Bilbili. Mua s'më mungon Bilbili, tha Kristi. Hajde ta japo deshet i frysh. Më falë, po për të njëjtin Bilbil po flasim? Mos vallë Bilbili ka evoluar? Dhe pse dreqin Casey po shqetësohet për Bilbilin e Kristit kur duhet shqetësohet për kanarinën e Inës dhe Stelinës? Mos vallë duhet shqetësohen për këtë fakt? Por dy çunat nuk kanë qenë të vetmi që kanë pas tension këto ditë, sepse Miri dhe Eriku kanë qenë shumë afër njëri tjetrit, sepse Eriku pati debatin me Kristin dhe më kujtua ato debatet në gjimnaz kur janë dy çuna dhe shaka goca në mes që thot, të lutem, ky nuk je ti, hapi syt. Kjo goca ishte Miri në këtë rast, i cili ishte shumë afër Erikut, gjë që vlen për tu theksuar dhe mos vallë ishte kjo arsyeja që Selin doli nga krevati? Pik pyetje. Por asnjë nga këto më besoni nuk e din kush është sekreti i dashurisë, sepse ata e ka zbuluar një dhe i vetmi Blero, i cili u martua për herë të tretë. Normal, kur studon gruaja e parë, s'ka me dasha se dyta, duhet ta provosh te e treta. Dhe ja ku je ti këtu duke më parë mua, edhe atë që gjete dhe ai të bëri blok. Sorry not sorry.